Do të më kështu edhe këngën e promovuar në emisionin tonë në një flamur të pandar nga 5 artistët për cilët patët mundësi të kuptoni më shumë detajet rreth realizimit të këngës si dhe klipit. E tashmë jemi në këndin tuaj të preferuar, aty ku ju mund të shpreheni lirshëm dhe të pyetni çfarë të doni mysafirin që e kemi këtu për juve. Këtë javë radhën i kemi lënë Teuta Kurtit. Teuta, mirë se erdhe. Mirë si gjej. Të shpjegova edhe pak minuta më parë, dhe më thënë se si shkon pjesa Facebookut, janë ata të cilët interesohen për ju, bëjmë pyetje të ndryshme, qoftë private, qoftë profesionale, kështu që nëse nuk e ke problem të përzihesh. Në ndërkohë kisha pas dëshirë edhe me ju tregu edhe shikuesve nëse ka Teuta Facebook, me siguri ka edhe shumë emra të tjerë që kanë hap dikush, ke pas mundësi me i pa? Sigurisht që po, përveç normal pjesës time që është ma një farë mënyre ku më njohin gjithë shoqëria, familja, Teuta Kurti, Luta, e më jam rritë burit, edhe është Teuta Kurti Official që e mirëmban një mikimi. Edhe ke vetëm mes edhe familjarë një edhe njerë si një, apo ka edhe personat tjerë, fansat tu, që të pëlqejnë, të shkruajnë ndonjëherë, a ju kthen përgjigje, apo nuk e ko, apo... Jo, është e kohët me tonë nuk ki kohë, gjithmonë qenë kohë, kur ki kohë me hinë Facebook, atër vërtet ki kohë edhe për mi u përgjigjë. Është fakt që na ma te premi ndoshta të zonën rreth pyetjeve të gazetës, pasi që une nuk preferoj, shumica e këngëtarëve tona i kanë një farë mënyre njerëz që përkujdesen rreth përgjigjeve të pyetjeve, intervista ndryshme, une preferoj vetë përgjigjem, sa du kudo. Kom shumit që e njohin jetën time komplet në çka kom kalu, mirë po prapë se prapë une du t'jem personi i fundit që përgjigjem në pyetje. Për ndryshe kom shumë fansa që i kom dhe thot shok në Facebook, kom meq, dashamer, shoqëri, këngëtar ndryshëm, emrat ndryshëm, si gjithë mendoj. Unë do të filloj një nga një që ti bëj edhe pyetjet që kanë ardhur për juve. Si duke do të filloj me sportin, të cili ekip i futbollit pëlqen? Kështut, po flasë kur lunë me kombëtare, më pëlqen Bayern München, Gjermanin, gjithmonë jo për Gjermanin. Tash më jam për Dortmundin, kuptohet. Kjo është ekipi që unë e preferoj. Normal edhe Manchester United për ligën angleze. Ndryshe Teuta mirët me ndonjë sport? Përveç, kur kom qenë ma eri, isha në shkollë, po flasë për shkollë mesme dhe për shkollë ullët, kom lujt basketball, nuk kom lujt futbol, kom qenë për ndryshe playmaker në loj, me shkollën tonë këmë fitu disar vendin e parë, kur jemi shtytë me qytete me shkolla, thjesht basketballin e du edhe fatkeqësisht nuk po më premton shumë koha me lujt, po që jam aktive dhe thët me dal, me hec, me vrapu, këto po. Për ndryshe kështu me vitrupe gje mirë. Faleminderit shumë. Okej, gëzimit pyet kur kemi rrit flokt? Asnjëherë. Jo, nuk është shumica ma bojnë këtë pyetje, se vërtet për mua është e tepërt kur unë dal në qytet dhe unë një femër nuk e shoh me flokë shkurta. E hiq ma larg me dal vetëm në qytetin tonë ose tek fëqinë tonë ma të afërt, si për shembull në Kroaci, Sloveni, edhe është çdo e dyta femër është me flokë shkurta, sidomos këtë vit është shumë mod floku i shkurt, ose ekstrem i gjatë ose ekstrem i shkurt. Mirë po, unë thjesht e bëj për diçka që ka mumrim për fytyrë bukur, nuk bëj se e shoh dal në qytet edhe i shoh komplet është si klon, është shablon i njëjtit flokëve, do thotë ngjyra krejt njëjtë, kështu që unë nuk e bëj këto mu do këma ndryshe, thjesht e bëj qyshnina unë e më rahat, edhe rahat ndina me flokë të shkurta. A ndodhë në një rast se thush që i kam të shkurta, nuk më duhet shumë ku me i rregullu ose me i tredh ose me i drejtu? Këta nuk e kupton ju që i keni flokë të gjata. Bashkë ju e keni shumë ma letë, është e kundërta, unë i kom pas flokë të gjata, hiq ma larkë më para 2 viteve ashtot. Sepse floku i shkurt, sidomos dimit është problem shumë, sepse na vnojmë kapuqat ndryshëm, shalla, edhe floku i shkurt kur flen, qohën disa fije dhe është e pa mundën dhe që ti ndush komplet do të mila flokt për më të ardhë flokun veti. Dërsa ju gjatat i keni shumë keq, po thjesht i kapni edhe kryet problemit dilni. Na kemi shumë probleme flokët shkurta, po pa i prejnë nuk ma dhe. Okej, nuk besoj që kom i prejnë a herë. Okej, Morena të pyet që që kalon kohën e lirë? Kohën e lirë e kaloj
shumicën e kohës në shpe, ty këshyrë filma, që i preferoj shumë. Filma qoftë Cili është i fundit? Animum, jam admiruse filmave horror. Tash filmin e fundit që kam pa është The Possession, që më la përshtypje shumë të mirë, që është shumë i mirë. Ky është e filmi i fundit. Për ndryshe e ceka jam edhe admiruse filmave të Animum, ku kohën mas shumë të lirë unë e kaloj duke këshyrë Family Guy, që i preferoj shumë. Kjo është koha e lirë edhe e ceka dalë me hecë. Heci, kjo është. Qëfar ushqimi pëlqen? Fisnik e temit pyt? Si ndoshta shumica e vajzave i dojnë gjellat e shpis, këto unë e ma tepër qëndroj e di që është shumë keq, po më pëlqen junk food ose ushqimi fast food, ushqimi i shpejt i rrugës. Preferoj ma tepër ushqim thatë. Supat, i du vetëm krem supat që janë me këpurdha, me misht pulës, kështut. Nuk jam admiruse shumë e madhe e mishit, thjesht ma tepër i du pemë dhe perimet, do thot me pas pemë tën ditën, veç edhe me qenë me konë qirune, une nuk më vjen merë për më hongër bukit, do thot jam ma tepër dhane mas pemë dhe perimeve kjo. Në cilin vend do të kishe jetu, ose në cilin vend qef me jetu Blinda Tahiri? Unë e kisha pas qef, se di, Amerikën e du shumë. Vetëm New York jo, sepse nuk e du atjet shumë dinamike. Kisha pas qef përveç dinamizmit punës që e kam edhe në Prishtinë njëjtë, të gjithë ditën është dinamik. Kështu që mu i me marrë menë që është New York, andaj vetëm kisha jetu në ndonjë qytet tjetër, ku njerit din me punu, po nikosisht edhe ka jetën private që din mu knaq, me dal. Besoj në Amerika. Do thotë nuk e di ndoj qytet special nuk e kam, jafton tjetë në Shtetet e Bashkuara. Shpresojmë që me një periudhë caktuar kur ti kemi pas mundësi edhe me vizitu ose me jetu aty për një kohë të shkurtë. A ke patent shofer, Trim Zenili? Po, kam. Që sa e vëzit? Qysh, do thotë, me 17 vjetë i kom kry ortë, kur i kom mbush 18 vjetë e kom marrë patentin. A je hyç shofere e mirë? Shosnjë jam tojnë krejt po, më tojnë nuk je si kur femna tjera, edhe une e di vetë jom pak nga se shpejt, e du shpejtësin. Nuk jom njeri që ri mbas kereve, do thëtë, jo pse, jo, e kom pick-up të kalimet që i bëj shpesh, sepse tonë kohën jam me vetur, kështu që shoqëria, fatmirësisht deri tash nuk kom pas asnjë ndeshje, inshallah deri tash nuk kom e pas asnjë, dhe kështu diçka ndaj problem tjetër jo, i du veturat, nuk është që bëjmë as veturave shumë të shpejta, po e du shpejtësinë. Po shpejtësia dhe te kalimet, atë kanë po policia dhe njëra, e kanë mbyllësit në njerë, jo po këshës më të shojnë. është e vërtet, kom pas 2-3 më kanë dalë policia, problema i madhë është radari, ka është pika dëpt e kretnjeve vozicve. Shoferave, zakonisht në Tiranë, në Shqipni nuk e kena atë problem, sepse si na shojnë dhe që vazhdojnë, ndërsa kur na nali neve në animal gjatë ditës, nuk është pse unë shumë i kushtoj rëndësi pamjes, do të thjesht syza, sa ma thjesht, mo gjatë ditës tonë kohën një me patika, trenerka, rallë veshe, farmerka ose gjinse, kështë ma thjesht, edhe ja bëj, nuk lutë nga brejmë pak për gut, prej punës, qysh, ti femën, kështot ashtot, edhe mund vjen keq mi thonë, ti u ta kurti jam, asë njëherë nuk e thom ato, po fatë mirësisht gjithmonë qilon një kolegi ti që thot aspen gjemër të përshash, edhe fatë mirësisht duke ju falëndëru atë në policëve tjerë që na nëzirëm prej statës, edhe kjo, se normal, edhe neve në ndalim, po zakonisht radari është problemi që na zakonisht ballafaqohen më shumë ti. Kujdes të uta. Okej, do të vazhdoj me një pyetje tjetër. Gresa, thot cili aktor të pëlqen ty dhe je shumë mirë. Faleminderit shumë. Gresa, aktori jam i preferum, po flas mas pari për mashkuj, është Johnny Depp edhe Denzel Washington. Ndërsa prej femnave e admiroj shumë Angelina Jolie. Okej, Rilinda Elshani, thot, çfarë ndjenje është me konuse pe jone? Shumë ndjenje mirë. Vërtet, dallon prej qytetit tem, Mitrovicës, sepse qyteti prej qytetit dallon është fakt prej traditave të ndryshme,
por gjithsesi ndina shumë rahat, shumë komod, shumë mirë, sepse unë kom dasht me, do thot, e kom mirë prit mirë ato, se nuk jam njëri që i neglizhoj ato adete ose diçka, sepse unë e vjedhi vetë për familjes tradicionale, edhe gjithë ato tradita që ka jam bo kërë jam martu, dhe ato treta ditës, sepse vetë kom bu kana gjegjin, adetet për Bajram, që normal dhëtë me vjesh fustanat e gjatë, dhëtë mi prit musafert, edhe ndina shumë mirë në fakt që muj me bo diçka t'il, sepse si që ceka edhe unë e kom nuse në shpe, e kom familje, kështu që ndina privilegjune, ndina mirë, sepse fatmirësisht më kam prit shumë mirë, edhe shpresoj që ju pëlqen nusja Mitroviçës. Për ndryshe, qysh po e përjeton jetën martesore, tash kështu tim po jetoni këtu? Po. Keni mundësi me vizitu qofte familjen Mitrovicë ose prindrit? Une prind i kam në Prishtinë, tash sepse, si që din, unë jem e pjesës veriore, edhe shpinë atje, gjitha jo situatë, jemi detyru me qenë një farë mënyrë refugjat në qytetin tem, edhe andaj kemi arë në Prishtinë, tash ka 10 vite, sepse unë edhe shkollën e mesme kom përfundu këtu në Prishtinë, në shkollën e mesme të muzikës Prenke Akov. Për ndryshe, prind i kam këtu për pas motrës që është në Mitrovicë, babin, mamin, vllaun, gjithë janë këtu në Prishtinë. Familja Dardanit është në Pej, unë e Dardani jemi në Prishtinë, sepse dhe Dardani ka jetu në Prishtinë këtu. Sigurisht që martesa po ecën mirë fatmirësisht, tash me 11 shtator kemi pas një vjetore në martesës, edhe sigurisht që ishte ndjenje mirë, nuk ka ndryshu shumë, sepse unë me Dardanin jemi plot 7 vjetë që jemi bashkë, edhe kemi njoft një tjetrin, e di edhe kretojnë martesa është ndryshe, kretë është ndryshe, e kuptoj, për që ato edhe nuk e kom dasht bashkjetesën, asë njëherë nuk e du dhe bashkjetesën para martesore, është diçka që unë nuk e kuptoj, edhe ndarët për tipin njerit, edhe fatmirësisht nuk e kemi realizu ato, andaj kemi prit deri sa ka ardhur koha e dur, martesa, sigurisht që dytë jemi me punë, Dardani ka punë të veta, unë i kam punë të mija, sigurisht mu kanë shtu punë ma shumë, sepse sigurisht në shpe kom qenë, ndoshta që kom qenë shumë e privilegjune, jo pse këtu nuk jam, ta mon puna, po që normal vajza ma e vogën në familje, edhe gjithmonë mami më ka liru prej gjitha punëve të ndryshme, të dhëtë vetëmi sen që ka unë e kom ditë me bo, është po flasë për kuzhinë, ka qenë, do të të senit ma të letat mundshme, makaronat, babi bilem guske qka i paske bo që të votë mira, kur i zisha votë, adin, disa sene kështu të fatmirësisht kom familjen shumë me humor të mirë. Andaj, tash të deshte, jo deshte, ka dikush që edhe zdon më mësu, po që une ndina mirë që kom arrit më bo një gru e mirë i shtëpis, paka shumë shoqëria thotë dhe Dardani, për pos punëve gjitha që ka duhet normal, çdo femën mi bo, nuk është edhe letë me menagju edhe punën edhe gjithë shka vetë, nuk është letë me arritë në kohën në punë, këto edhe unë jem tip paka shumë stresu, saj për këtë pas tërtisë shpis, nuk kom qef me kohën diçka me shku keq, do shta vetë edhe mami, ne kom qashtë sikur mami, edhe andaj në punë, vazhdojnë e njëjti ritëm, shkojnë punë, këthena në punë, mirë po gjithsesi më rami du na mi bo gati sene që ka ku me bo nesër për drekë, nuk është që na nuk dalim në për restorane ose në vendet të ndryshme, mirë po që unë e preferoj me qenë në shpe, me kry detyrën e një vajzit shpis, ose një gruje, si s'po me thonë gru, paka shumë, një nuse të re. Edhe kjo rutina një do të dreka, darka, mëngjezi, me la end, mi bo këtu, kjo është që ka mu pratë. Një pyetje tjetër që po përshtatet me këtë bisedën që po e bëjmë për nusen edhe për grunë. Që Ndresa Reza i thotë sa fëmijë ke dëshirë me i pas. Edhe çfarë mendimi kemi në këto momente për fëmijët nga anat e utës, sa planifikoni me bënë një fëmijë? Po, une asnjëherë nuk mendoj, tutna me mendu sa fëmijë me pas, nuk mendoj. Kjo është ndoshta pse në fenë time nuk preferohet me caktu. Tjetër është dëshira, tjetër është vullneti i Zotit. Andaj, shpresa jame është që vetëm Zoti më na gëzuar një fëmijë në fillim, pastaj derisa të shkruan ai të arsyeshme u bo, normal edhe na do të me boj zmetin, është ajo, por që gjithsesi është vullneti i Zotit edhe është gjithçka në dorë tina.
Cili është projekti juaj i ardhshëm? Pyet Adhurim Zenelaj. Projekti im i ardhshëm pothuajse ka përfundu, do të thotë videoklipi, që ka mbet një pjesë tuja tepër e vogël në studio, pjesa tjetër është incizu në Qendër Kulturës Mitrovic. Kanga quhet Arushi, është një balad, një ndër këngët më të bukura që kam realizuar ndoshta deri më tash. Unë vërtet e çmoj atë këngë. Muzika dhe orkestrimi është bërë prej Ilir Tolaj, cilën e përshëndet shumë për një punë shumë bukur që ka bërë. Ndoshta prej tekstit apo titullit Arushi tregon diçka shumë simpatike, shumë të ëmbël, por që është komplet e kundërta. Është vërtet një këngë shumë e prekshme që është i prek temat që vërtet është një dukuri negative që kohëve të fundit është prezente tek ne dhe shpresoj që paka shumë ko me ndiku pozitivisht tek shumica njerëzve që kanë me ndi këtë këngë dhe temën që ko më shtjellu aty. Vërtet është këngë shumë e dhemshme që fatkeqësisht krejt kush e kanë dëgjuar deri tash ka qajt, do thotë miniherë dhe shpresoj që do të realizohet shumë shpejt dhe pse incizimi gjithçka është ka përfunduar, mirë po ka mbet një pjesë shumë e vogël që unë me punë edhe po videoklipi ka përfundu, ka mbet një pjesë shumë e vogël. Në videoklip për ndryshe Mitrovic kanë qenë prezent edhe Ilir Tolaj në kitar, në videoklip gjithashtu përveç që e ka bo këngën, edhe Don Ramadani për ndryshe pianisti që i ka ra pianos në këngë. Vërtet ka da një këngë shumë e bukur. Shpresoj që të pëlqejë. Produksion keni bashkëpunu? Produksioni janë disa djemt Mitrovicës që do ta shihni shumë shpejt. Shpresojmë që ta kemi sa më shpejt në televizionet tona dhe uroj të pëlqejhat. Faleminderit. Suzana, thot përshëndetje për gjithë, te utës i them se ka një zë fenomenal, veç për para dhe suksese. Okej, pra për flokët e gjata, këtë teme për mbyllë. Cila nga këngët të pëlqen më shumë ti të përshëndes? Me siguri këngët e mia. Këngët e tuja. Është pikërisht kjo kënga këtu në Sfan që është Perëndo pa lindur, një ndër këngët që vërtet ka pas sukses të madh në Top Fest. Përveç Perëndo pa lindur, kam shumë këngë të bukura të albumit tim, është Simretresh që një herë gjithashtu në Top Fest është përshpërbly për interpretimin më të mirën. Nuk mujmë e thonë edhe shumë i veçu, sepse fatmirësisht gjitha këngët e mia jom bo me pëlqimin tim. Nuk jom bo me imponimin e shoqërisë, imponimin e kompozitorit, ose kujdo qoftë, që ndoshta ndodh shumë për shumicës këngëtarëve tona. Unë e zgjedhi këngën, e zgjedhi kompozitorin, tekstin, nuk lo gjithçka më ik, do të thotë nuk shkoj një farë mënyre si analfabetet e një kompozitor dhe bëma një këngë, thonë. Jo, sepse fatmirësisht rend për një muziciente ma ndihëm këngëtare, thjesht di çka du me bo, edhe andaj çka do me dalë, keq e mirë, unë jom pregatit paraprakisht që shko me dalë e këngë, sepse e kom para po. Kështu që vështirë është mi veçu këngë, por një herët këngën që vërtet më kalon bresa, është kënga e fundit Perëndo pa lindur. Pas projektet të klipit, të triqët. Më tregon pak edhe për pjesën e filharmonisë, o anën tjetër, apo ke ko me i përmbyll gjitha punët, anik, apo ke ko me dalë natën? Natën gati nuk dalim kur me Dardanin, edhe sa kemi qenë ty kalu, sa kemi qenë të fejun, jo që s'kemi dalë kur, ta më puna, kemi qenë prezent në jetë ndryshme, ndështë pse unë kom qenë shumë angazhume me mbramjet ndryshme muzikore, që kjo më ka bo mu një farë mënyrë tash mu jo mu izolu, po që me qenë pak ma inferiore ndaj mbramjet ndryshme, sepse këndoj në për mbramjet që shprej moshës 16 vjeçare. Edhe vërtet tash ti e di ajo rutina mbramjet që zhvillohet krejt, edhe kështu që preferoj me qenë ma tepër e qetë, preferoj ma tepër restoranit me Dardanin. Kjo është ajo, preferoj shpesh vikende me shku në Tiranë me Dardanin, njëjtë me shku në disa vende të qeta, sepse për ato edhe kom për ndryshe nuk është që nuk jam aktive në përmbramje tash kohëve të fundit. Mirë po preferoj të ma tepër me qenë me dalë për vende ma të qeta, ku unë e nina rahat, edhe mbramjet të ndryshme jo që premton edhe koha shpesh me dalë, sepse si që ceka filharmonia, përveç filharmonisë që jam antare korit tash sa vite, unë gjithashtu jam edhe pjesë stafit punës në Mitrovic, ku jam arsimtare pianos e solo këndimit. Dhe gjithashtu përveç kësajna jam pjesë Oksigjenit,
edhe gjithashtu jam pjesë nxënësve të mi që jam mësuese apo profesoreshe sole këndimit dhe pianos në shkollën time private, në kursin tim privat të këndimit dhe pianos. Kështu që përpas krejt kësaj pune vërtet rrallë ndonjëherë kur bëhet mramja, sepse nuk du me dal e lodhme dikun, kur dal du me dal e freskët, plot jetë mu knaq, jo me dal veç pse duhet me dal. Thjesht për që ato preferoj vikendi kur vjen është pjesa më e bukur e javës. Altina, thot je shumë e mirë, komplimente për stilin që e kem, pëlqen shumë, edhe deshta me të pyet cilin këngëtar e ke idol nga muzika botërore. Faleminderit shumë për kompliment. Ka shumë këngëtar të mirë po unë e këngëtari mi preferum vazhdon të jetë Stevie Wonder. Është një besoj edhe që është shkolle shumë këngëtarëve tjera botërore, që vërtet ja vlen të ndëgjohet. Valentin Këqiku, thot cili është përjetimi më i mirë gjatë jetës tuaj deri më tani? Çka të mëson të uta si përjetim më të mirë të jetës? Shumë ka përjetime të mira, nuk muj me cek diçka që më kalon shumë. Fatmirësisht për ceki që në rend barë shëndetin e kemi mirë. E dyta është që me shkollë me gjithë këto kanë hecë mirë. Përjetimi ma i mirë ka qenë kur normal kom diplomu, përjetim tjetër po pres martash kur kom e kryve tema e magistraturës më kam bete së lëkëndimit. Për ndryshe ka shumë përjetime tjera, një ndër përjetimet tjera ma të mira ka qenë momenti kur Dardani ma ka lyp dorën për martes, që se kom prit kur o ullë kështot, komplet që shëbojnë tjerë, jo pse ka bu që shëbojnë tjerë, po tjesht i ka ardha shtot edhe është e vërtet se kur shojnë filma, kritojnë, qësë po përgjegjet njerë, thuj po, a din met njerë, a din se vuf për njerë hup, ashtu s'din, edhe aja po, unë e po, kështë që ajo ka qenë, do shta përjetimi që mas shumë të e vlerësaj, sigurisht. Agnesa, thot cila është dhurata më e bukur që keni marrë deri më tani nga një fan si juaje? Ka shumë dhurata, nuk e di, do shta ka qenë një, s'moj mi thonë, piktur apo një dizajn me gjitha fotografijet e mija për mbledhjet e gjitha viteve në për çka kom kalune, ajo moj me vlerësu që vërtet. Mjaftën që ka pas ko edhe ide me përshtatat dhurat, për mua ajo ka vlerë, jo çmimi sajna. Besoj edhe shumë shpesh ndodhë qoftë në për qytet, qoftë edhe në për mbrëmje të ndryshme, thuhen fjalë të ndryshme prej njerëzve. Ka ndonjë koment të cilin do ta kishe ndoa me neve interesant që ta ka thonë dikush në një fjalë që të ka mbet ose të ka bu me qesh ose të ka prek ose... Sigurisht që po, na nuk presim që gjithve mi pëlqy. Ajo është mase normale, edhe të ne është pak ma ndryshe se ku do jashtë të botë, ndoshta nuk e shprehen shumë mendimin, të na e shprehen. A din çka i thot që aty e foshu, që shumë micën e rasteve fatmirësisht kom fjalë pozitive që është shumë e rëndësi, kritika pozitive, po që normal edhe ato negative të janë të mirëse ardhuna, se e ceka që jo krejtve na ju pëlqejmë, ajo është mase normale dhe nuk insistojmë ju pëlqy krejtve, sepse nuk bëj, unë e di vetë që nuk bëj muzikë që ju pëlqejnë krejtve, jo me vedishme për ato, mirë po mburna për ato, edhe do të vazhdoj njëjtë, nuk do t'i shitem muzikës asnjëherë, thjesht bëj muzikë qysh unë e ndina, edhe e di që ndoshta dy njerëz që e dojnë muzikën time, ja vlen. Ma mirë ata se 100 veta tjerë. Kështu që ka shumë fjalë të mira që zakonisht mas shumë ti çka bojnë krahasime me zanin tem është me Tina Terneri. Kjo është njëna prej që unë mas shumë të e hasi kështu. E ka edhe shumë tjera, po që për momentin nuk po mbin mend, do të thjesht fjalë shumë të mira dhe shumë pozitive. Të doja të kthej pak vite mbrapa edhe më na fol pak a shumë për fëmirin, që ka pas të uta ke qenë fëmijë lasdrum, tregove se më e vogla në familje, me siguri ke qenë lastume pak prej prindërve, ose ndonjë sherr që e ke bu kur ke qenë e vogël? Po, kur kom qenë e vogël, nuk kom qenë e lasdrune, thjesht kom qenë fëmijë gjallë prej natyrës, që dallon. Thjesht gjithmonë kom këndu, e di kom qenë e vogël, kom këndu këngë të Mariah Carey, I Can Live,
Aku ka qenë hit edhe të Whitney Houstonit, I Will Always Love You. Të dy këngë kanë qenë, në atë ku ka qenë edhe Milli Vanilli, për ndyshe edhe këngë shumë tjera të Metallica, sepse vllau ka qenë një heavy metal në kohët vete. Bee Geesave, ka pas shumë do të këngëtarë që unë i kom dëgju në pak në atë kohë. Për ndryshe, jo që kom bo shumë shere, kom qenë në qerdhe një vjetë, jo ma shumë, sepse thjesht se kom dasht ushqimin e qerdhes, edhe hala nuk e du më pengon ajo erë, diqysh është shumë ndryshe. Ajo është ushqimi thjesht që mu ka bo jo shumë rahat mundin qerdhe. Për ndryshe, qka ka prej tjetër shereve që kom bo, jo shumë qka, thjesht e kom ndez kombin, minibusin e dojës, cilin i kërkoj falje sot, mas sot në të halon. Kur gjithë, unë e thash si që ceka, gjithmonë e kom dash veturën, edhe e vogël kam qenë nikon afër 6 vjeqe, edhe si që djetë vetura ka qenë të poshtë, edhe nuk ka qenë në shpejtësi, edhe ajo shumë letë është të thot vetëm në lerë, ose që shëtuan asajnë e prejke, edhe është e gatshme pedalen, edhe thjesht unë kom qenë me vajzën e dajës, me njomëzën, edhe fatmirësisht, instinktivisht se jo që kom ditu ne ka me këthy në atë ko, ka me drejtu volanin, thjesht instinkti që shumë ka drejtu, kemi devju nanën e majtë, edhe nuk kemi dalë direkt në rrugë, sepse ajo është të poshtja rruga, po flasë për pjesën veriore, ka qenë rrugë 2 ansore, ku ka pas të në kohën, ka qenë shumë rrugë frekuentune prej veturave, me dalë aty e di që kishte me u bo një ndeshje shumë e keqe, në një tragjike diçka, kështu që fatmirësisht kemi deviju nanën e majtë, edhe kur gjë që nuk di vetëm që kemi dalë prej minibusit në dyat, edhe kemi vraput drejt në shpe. Edhe di ka dalë këtë punëtorët e dajës, kretë kanë pa dy që ka u bo, edhe na imi në shep, edhe thjesht nuk kanë mujtë me mesu që kemi bo nga diçka t'il, po që s'ka me bo drejt e në këngë të uta. Spret që pak njerë me një vetur ma të vogën, në mësu. Hiq bre, s'ka. Okej, të uta ka shumë pytje që nuk po i zej funden, mirë po nëse të premton kua mundesh me hynë fanpage edhe me i letëzu me u interesu për çka kam pytë mas shumë të ata fansa në fanpage-in tonë. Për ndryshe kanë kaluar plot gjysmore bised, ndoshta ju treguan pak a shumë shikuesve për fëmirin, pa të mundësi, për projektet të tua të ardhshme, për disa gjëra që ndoshta nuk i kanë ditë më herët për ty, kështu që po të falenderoj që gjete kohën edhe një herë, po të rojë suksese në projektet e tuja, edhe shpresoj që të shihemi edhe herave tjera në bisedat të tjera. Faleminderit për ftesë, ju uroj suksese dhe juve gjithashtu. Faleminderit shumë. E tashmë shikues të dashur, do të ja shumë që t'i linim radhen në një story tjetër të përgatitur për juve.